Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut do flasim sot për një temë e cila duhet me qenë preokupim i çdo besimtarit. Respektivisht temën për të cilën do të flasim është hipokrizia dhe rreziku i saj. Andaj tek selefët, tek parët tonë të mirë ka qenë e njohur friga se mos unë jam munafik, mos unë kam cilësi të munafiklakut dhe në vazhdimsi e kanë bë një lloj auditimi të imanit tyre. Respektivisht, duke i përsos veprat, duke e pastru jetën, duke qëndru larg veprave që pejgamberi alayhis ka thonë kushdo që e ka këtë cilësi, rrezikohet me u prek prej nifakut. Andaj çfarë është koncepti i hipokrizisë? Të nderuar xhamat, hipokrizia ka një koncept që është bukur i gjon, edhe në këtë drejtim ka mundësi që njeri ka herë me gjetë edhe vetën me disa elemente, mirë po me dhonë një kuptim të shkurt është që njeriu me shfaq, me nxjerr jashtë diçka që është të kundërt me të brendshmën e tina. Ajo brendshmi e tina nuk përkon me realitetin që te nxjerr jashtë. Shembull konkret, unë më u paraqit para dikujt se jam shumë i devotshëm, se unë bëj këtë vepër apo atë vepër, mirë po ato vepra kur nuk i bëj. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, hipokrizia çenka që personi të shfaq diçka që nuk përkon me realitetin e tij. Andaj si duhet me pas ne çëse ndaj kësaj vepre të ligë dhe është fenomen që vetëm neve na ka ndodhur. Të nderuar xhamat, hipokrizia është vepër që e shoqëron njerëzimin qysh në fillet e saj, madje vllazni, është për mu çudit edhe në kohën e mësuesit më të mirë të njerëzimit. Në kohën e Muhamedit alayhis salam ka pas hipokrita. Andaj nuk është mu çudit pse ti sheh në kohën tonë ose ke dëgjuar se në kohën e prindit ton ka qenë një njeri i tillë. Andaj çfarë mësimet tona ne për me marr mësim e kemi Kur'anin, e kemi Sunetin dhe këtu ka mjaft mësime për secilin prej nesh. A nuk mjafton se Allahu e ka prur në Kur'an një sure që e ka emrin Munafiqun. Për munafiqët e kemi surën për munafiqët. Pse? Për me tregu se që këtë çështje është e madhe. Andaj Allahu po i drejtohet mu në fillim të kësaj sure. Muhamedi alayhis salam thotë idha ja'aka al-munafiqun. E kur ty të vinë të këte munafiqët për me dëshmu inneke le Rasulullah, se ti je pejgamberi i Zotit, e ti thuj atyne se Allah wallahu ya'lam anna al-munafiqina lakadhibun. Tregoj atyne se munafiqët janë rranca. Munafiqët janë gënjeshtarë, janë ata që edhe përgënjeshtrojnë edhe janë kuptim e përdorin gënjeshtër si armë të tyre. Andaj shikone Allahu i ka tregu që s'kem nevojë për dëshminë e juve. Ju mundi mi mashtru dikën tjetër, po pejgamberin, Allahun nuk mundi mashtru. Mirë po, a mundi mashtrin besimtarët, masi Allahun s'pas kanë mujt me mashtru. Edhe masi pejgamberin s'kan mujt mashtru se e ka lejnu Xhibrili, po besimtarët a mundi mashtrojnë? Jo vllazni. Allahu me urtësinë e vet e ka bë që na i ka tregu do të cilësi të munafikëve. Na i ka tregu do të cilësi të hipokritëve që edhe ai kur sillet me atë çastin e vet, s'po ku ti më thon, ka dole vërse që kjo është morali jone, ka dole se që kjo çështje, është rrezikshme, qysh të ti më u xhin disa veprime që i kanë hipokritët, ose ki me këshillu me lanë, e nëse ai nuk i lën, atëherë ti e merr këtë njeri me rezervë. Të nderuar vëllezër besimtar, po thot Muhamedi alayhis salam, të kush xhindën 3 cilësi, ka elementet munafiqllakut, ka elementet e hipokrizisë, e cilat janë ato, ai kur flet rran, e përmend me të kundur, ai që flet edhe rran dhe se ka gojë këtë çështje, kjo është çështje e madhe. E dyta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të jep një premtim e thën, se realizon kurse monat premtim. Edhe kjo është cilësi e hipokritëve që dallohen. Edhe e treta thot është i pabesë. Sun njalën asnjë amanet. Asnjë amanet s'mush mjalon pse se krejt i thën. Andaj këto janë 3 cilësi që i përfshin munafiqët. A ka tjera cilësi? Po vëllezër besimtar, është prapë një hadith tjetër i cili thënë të janë 4. Këto 3 që i përmendëm ne, vetëm e 4-ta e cila thot
nëse për lahështi me to, e ki një debat, një diskutim, s'ka standard, s'ka moral që nuk e përdur, edhe shonë, edhe rrend, edhe nervozohet, edhe shpiv ndaj teje, pse veç me të mujt. Ja, besimtari se ka që është, hin me një debat, e hub debatin, ja pa fsharin, hin me një çështje, ki çështje që do të më gjyku mes teje, ti i hums e pranon, pas na qenë fajtor, ma ba halal, 3 mra pa domin, gjërsa munafiku, as kur e ka keq nuk e pranon, as non kur ka hak nuk e pranon, gjërsa non këtë debat kur hen, ai s'ko me non moral pa përdur, ose shpif, ose rran, ose non gjithçka histeri bën, pse? Vetëm se me dal fitus. Andaj kjo që ka cilësia katët që ndodhet tek hipokritët. A jemi duke thonë që nëse dikush e ka një tmerr, për shembull nuk është i fjalës që mund më kon munafik, ja, nuk jem të thonë kështë. Mirë, po nëse i ka krejt që të, atëherë ky merret me dyshim të madh se ky mund me qenë munafik. Andaj këtë drejtim, çfarë themi ne? Besimtari nuk rran vllazni. Nuk ka mundësi njeriu me kon besimtar edhe me rajt. Nuk ka mundësi. Ka mundësi njeriu me kon që ndoshta ndonjëherë dështon me ndaj alkool, ndoshta i dështon syni. Mirë, po me rajt besimtare nuk i takon. Andaj këtë drejtim vëllezër besimtar, secili duhet të nolet dhe të analizojë veprat e tija. Dhe në këtë drejtim, ky hadith është paralajmërim i madh vllazni, sepse munafiqët kanë dënim të madh në ahiret. Mirë, po këtë dynjë nuk e shohim se mendojnë që edhe anej ka më shku si kun këtë botë. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu në Kur'an shumë vende ka pru paralajmërime për munafiqët. Madje vetëm një ilustrim të shkurt. Allahu në Kur'an po thot se munafiqët kanë me qenë më poshtë se pabesimtarët në xhehenem. Edhe më poshtë, edhe më thellë se sa pabesimtarët. Pse? Se veprat e tyre, vëllezër besimtar, janë të liga, janë që bojnë dëm të madh në shoqëri, janë ato që bojnë dëm të mëdha në ummetin e Muhamedit alayhis salam. Dhe në këtë drejtim, qysh a do të na me luftu këta? Të ndërrua vëllezër besimtar, shikoni çfarë urtësie të madhe ka pru Islami. Ka në kohën e Muhamedit alayhis salam, edhe ja kanë dhënë dëshmin Muhamedit alayhis salam, o dërguari i Allahut, na besojmë. Pejgamberi e ka ditë që janë munafika, edhe i ka treguar një sahabijët që qëtajnë munafika po mos kallëzo, po në tjetër asnjë prej tyre nuk e ka vrarë. Asnjë shoqë prej tyre nuk e vrarë. A dini pse vllazni që nesër historia mos më thonë se Muhamedi alayhis salam i ka vrarë shokët e vet. Mirë, po çfarë? I ka lënë që një foku tyne me dol shesh dhe që muslimanët me izolu, me i braktis derisa është themelu shteti islam. Andaj në këtë drejtim të ndërrua vëllezër besimtar, këta njerëz bëjnë dëme të mëdha dhe në këtë drejtim paraqet një smundje të zemrës, ku njeriu e mshef atë pabesinë e tij dhe shfaq në besimin e pretenduar për një favor të dynjas. Mirë, po të ndërrua vëllezër besimtar, këta njerëz bëjnë dëme të mëdha. Dhe në këtë drejtim po përmendem një shembull. Në kohën e Muhamedit alayhis salam ka ndodhur një shpifje për Aishën radhiyallahu anha. Dhe kush e kanë bë? E kanë bë munafiqët dhe e kanë përhap ato. Mirë, po vëllezër besimtar, Allahu e zbritej të Kur'anit ku e pastroi atë dhe në këtë drejtim ka qenë çështja e rëndë. Mirë, po çata mërmendja juve, a na do shpëtojmë për munafiqëve? A na kemi shpëtu për njerëzve zemërlig që ty me të kursy e me fol fjalë të mira, sa burri mirë je, ai që ka zemër në shtush. Jo kur vallojmë. Pse? Se të tillët vllazni dietarët i kanë shpjeguar interesant. E keni surën Falaq dhe Nas, të cilët ne e përdorim si lloj mbrojtje. Mirë, po alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Shejtani është ai që bën vezvese në zemrat e njerëzve. E punën e munafikëve dietarët e kanë krahasuar sikurse vezveset e shejtanit. Shkon me një grup njerëzve, e lëshon një rand, e lëshon një fitnë atje. Dhe pastaj shkon te një grup tjetër, shembull konkret, sot ki të tillë që thonë, valla e kanë shumë musliman fen kajt. Zon një herë që mush mi besu. Po është e vërtetë që kjo. A qëndron që kjo, ti me thonë, valla më prish njerëzimin. Po haram me kifetarisht me thonë, por plus, edhe me konë diçka e ngjashme si e tillë, ti dush me nxoll pozitivitet. Ti dush me konë për atyne që nxoll tek njerëzit pozitivizëm, jo negativitet, jo pesimizëm. Andaj, çfarë bojnë këta?
nxollin pesimizëm, e nxollin me hub mosbesimin mes njerëzve, me u paraqit që kujt mos mi besu, edhe nëse ka diçka të tillë. Andaj domi ty është sikurse domi i shejtanit në përzemrat e njerëzve. Pse? Sepse nxollin kësaj lloj vezvese, nxollin kësaj lloj mendime, andaj domi i tyre është shumë i madh dhe për këtë arsye Allahu ka thonë se të tillët e meritojnë zjarrin e xhehenamit, mirë po më së thelli, madje edhe më poshtë se munafiqët. Të nderuar xhamat, nifaku apo hipokrizia i ka dy kategori. E njëna është kufër, e njëna nuk është kufër. Ajo është nifak el-i'tiqad, që nuk kupton nifak në besim. Nuk beson, mirë po shoqërohet me musliman, rrin me ta dhe do në bën lloj si vezvese. E i tillë është qafir, po vendin e ka më poshtë se qafia në zjarrin e xhehenamit, edhe ajo është çështë nifaku i vogël që ka herë mund na ndodhë edhe neve me na prek. E çuçi vjen ajo, ka mundësi që në jetën tona ka mos më kon bash sinqerta. Ka mundësi që veprat tona të bën për Allah, po dhe ka pak me të po dikush, me të gjovë dikush të burri mirë, e kjo nuk qëtë pe feje, ose nëse njeri e ka një cilësit një fokut, ka pak rënë. Jo gjithë, po pak me kongosht, se ka gojle me të rajtë. E qëtu vllazën besimtar do të mi përmisu, sepse në cilësit një fokut, mirë po nuk na bojnë munafika, e në këtë drejtim se cilën nga ne le të mundohet ta përmisojmë moralin tonë, për shkak se vllazën besimtar tham, munafiklaku është çështje e rëndë dhe çështje e madhe, gjërsa pe veprave që duhet mi përmisu, edhe zbën me ilan, me kom prezente ne, është prezenca në namazet me xhamat. Shiko veten tonë, sa ki prezencë ditore në xhami, kështu i ki punë me iman. Andaj pejgamberi sa ka thonë, nuk ka namaze më të rënda për munafikët se sa sabahi dhe jacia. Andaj është transmetu fjalë e njerëzve dijes, mos u tutni prej nifakut pe atyne që është në namaz sabahit. Konda që është në namaz sabahit, e kini farahatie që ky bash burri mirë, imani i tij qëndron mirë. Andaj ka drejtim përmeson e imanit ju vllazën besimtar, duke e shtu prezencën ditore në xhami, e sidomos me namaz sabahit dhe me namaz të jacis me xhamat. Me ka që përnoj pjesën e parë të ytbës, nuk kërkoj falje të Allahu, kërkon dhe falje sa është fazë më shërus. Alhamdulillah, wahdahu wa salatu wa salam, ala man nabiyya ba'da. Të ndërua xhamat, e pam se hipokrizia nuk qenë ka gabim i vogël. Madje ka mundësi që njëri me nxirr prej feje e krejt. Nëse ka gabimet vogla, e nëse më shef kofrën, s'ke bëj me imanin e tina. Andaj, se cilë besimtar do të me urujt prej kësaj vepre. Javën që jemi duke përfundu të ndëruar xhamat, jemi befasu me një situatë tronë e që e len një farë ngjyrimi, një farë përshtypjet, një lloj nifakut. Kem pa një rast të ndëruar vllazë besimtar, ku një person është arrestu i dyshimt për vepër të ngjashme sikurse kjo. Një person që ka manifestu një lloj hipokrizie duke shpionu tek armiku jon, tek armiku i muslimanëve vllazën besimtar. Në çdo zonë nuk ka armik më të madh për musliman se sa Serbia. Dhe këtë në dëm të muslimanit, të islamit dhe vendit tonë. Dhe çfarë për do pare që as vjen mi përmend në vllazni. Andaj këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, ne si komunitet musliman që jemi, si bashkia islame, e përshëndesim veprimin e organeve tona të sigurisë. Edhe në këtë drejtim distancohem për kujt do koft, kush do koft, i afërt, i larg, nuk na vyn të tillët, mirë po edhe mos çuditem se edhe në kohë të pejgamberit alayhis salam ka pas munafik. Ka pas munafik, do të thotë nuk nalet, zinxhiri këtyre njerëzve të dobët dhe në këtë drejtim ne do vazhdojmë të jemi pjesë kontribuese e këtij vendit. Nuk do ndahem, nuk ka shpion, nuk ka munafik që mund të mendo unitetin e popullit. Pse? Se kështu funksionojmë ne. Edhe vllazën besimtar, xhamia është vend që i bashkon muslimanët. Është vend që i bën bashk njerëzit që punojnë në të mirë të njerëzimit. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Njerëzit më të mirë tek Allahu kush janë?
më të dobishme të tyre. Gjerso na po flasim për vllazën tonë, me çata që jetojmë, me ata që martohem, dhe kjo çështje do ne e distancojmë, madje edhe e dënojmë. Andaj në këtë drejtim të ndërruar vllazën besimtar, le ta dinë edhe argat e Serbisë se xhamin, xhamatin, islamin këtë vend kur s'kan me mujt me do pe pjesës këtij popullit, pa marrë parasysh kushdo që e bën. Mirë po vllazën besimtar, ajo çfarë kërkohet prej muslimanit është me ju përmbajt xhamatet. Po cila ka qenë tentativa me kryu xhamatet dama, xhamate ideologjike me radikalizëm, me nxit imam të palegjitimuar që me shku njerëzit pas tyne për interes të Serbisë. E jo vallahi. Vllazën besimtar, njerëzit të cilët do të më ndjek në fe, janë ata të cilët kanë kredibilitet të legitimitetit. Ata të cilët sot mbot po quhen licenca. Në këtë drejtim të ndërruar vllazën besimtar, Bashkia Islame e Kosovës është autoriteti i vetëm islam i cili e ka rolin e halifës. E ka rolin e halifës, andaj muslimanët e kanë borx me ndjek, me ndihmu dhe me kontribu në rrugë të islamit përmes kësaj dere. Të ndërruar vllazën besimtar, elusim Allahun që Allahu të ruajë muslimanët këtë vend. Elusim Allahun që Allahu të ruajë popullin ton, vendin ton, dhe të na bëj vllazën besimtar që na përdor në hajër, edhe na bëjnë që neve me mshël sherrin, sepse apo e shehën vllazni për çdo ditë sikur ajo kutia e madhe që është e mushur me shumë kutia të vogla, sado që e cil dhe një tjetër. Andaj është kohë që po themi jem duke shku ka ahir zamane, mos çuditëm me të kecën e shumë, mirë po të punojmë që ta nalim atë në mënyrë që të nxojmë edhe hajër të Allahu, mirë po të kontribuojmë për të mirën e përgjithshme, e respektivisht për vendin ton, familjen ton dhe fëmijët ton.